Okej, mirë, flasim tani. Tash flas pak të me qa di unë, se qa kanë regjistrat e PD-s është histori tjetër. Dakor, flasim pak për një çështje tjetër, meqense nesër zoti Kthupi, gjykata kushtetuese do të marrë në shqyrtim kërkesën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj për të shfuqizuar vendimet që e mbajnë atë në qeli prej 9 shkurtit të vitit të kaluar. Tani duke patur parasysh që po kjo gjykatë kushtetuese e legjitimoi mandatin e zotit Veliaj për të qenë sërish kryetari i Bashkisë së Tiranës, sa gjasa ka që po kjo gjykatë nesër të liroj zotin Veliaj? Unë shikoj pak të gjasat, për një arsye shumë thjeshtë. E para, vendimi i mëparshëm i gjykatës kushtetuese, me cilin u thoni që legjitimoi mandatin e zotit Veliaj, në fund ishte një vendim kundër një procedure që zhvilluar nga Këshilli i Ministrave. Me shumë drejt, Këshilli zoti Veliaj që ishte ankuesi në atë rast, i kërkoi gjykatës kushtetuese që të provonte që ajo procedurë e shkarkimit të zotit Veliaj ishte e parregullt. Kështu që nuk do të thotë që zoti Veliaj, ky vendim i gjykatës kushtetuese lidhej me gjendjen e zotit Veliaj në atë moment, se edhe në atë kohë ishte në paraburgim. Dhe vendimi sotëm vjen me pretendimin që ka një konflikt ndërmjet të drejtës që ka zoti Veliaj për të ushtruar funksionin e kryetarit të bashkisë dhe drejtës që ka prokuroria për të ruajtur një procedim penal nga cënimi i mundshëm nga largimi i zotit Veliaj. Në optikën time, peshorja në këtë rast edhe në lëmin kushtetues anon nga ana e qëndrimit të prokurisë. Në fakti që ti je një kryetar i zgjedhur i bashkisë dhe përpos ka dhe një argument praktik. Nëse kjo çështje do të shkuar në gjykatë kushtetuese në 2 muajt, 3 muajt apo 5 muajt e parë të qenies së zotit Veliaj në paraburgim, do të ishte logjikshme që gjykata kushtetuese ta merrte duke pas parasysh që gjendja e krijuar ndërkohë do të kërkonte një korrigjim me lirimin e zotit Veliaj. Sot që flasim, zoti Veliaj ka më shumë se 1 vit e 4 muaj në paraburgim dhe si e tillë në fjalë nuk është që Bashkia e Tiranës ka pushuar se ekzistuari apo se funksionuari për shkak mungesës së zotit Veliaj. Kështu që në lëmin kushtetues unë mendoj që zoti Veliaj nuk do të dalë fitues nga kjo betejë. Mendoj gjykata kushtetuese do të njohë drejtën që ka prokuroria. Kërkesa e tij. Po, besoj se po. Besoj se po, sepse logjika të çon të mendosh që, midis dy drejtave, që është drejta e qytetarëve për të pasur një kryetar bashkie të zgjedhur, dhe drejtës që ka drejtësia për të mos lejuar një kryetar bashkie që hetohet për vepra penale të kryera gjatë ushtrimit të funksionit, që të mos jetë më këtë funksion, kjo e dyta prevalon për sa kohë që ka kaluar dhe fitin e 3 gjykatave paraardhëse. Janë 3 gjykata që ka vendosur që ekzistojnë kushtet dhe ajo që shqyrtohet nesër është raporti kushtetues midis këtyre 2 drejtave. Kush nga këto drejta ka më shumë peshë kushtetues? E drejta e sistemit drejtësisë apo e drejta e sistemit vetëqeverisës? Në optikën time, në rastin e zotit Veliaj prevalon e drejta. Në rast se do ketë një surprizë? Po, s'kam në zoti Veliaj do kthehet në detyrë për pjesën e mbetur të mandatit, gjithmonë nëse prokuroria nuk do të vendosë në mas tjetër. Pra mund të lirohet, ë? Mund të lirohet? Ekziston opsioni që zoti Veliaj të lirohet. Ajo që shikoj, unë shikoj të vështirë. Nuk është e pamundur, e vështirë. Ndërsa për rastin e zotit Meta, seanca e dytë, është filluar seanca e dytë në gjykim, keni ndjekur provat që janë paraqitur, çështja e lobimit? Pjesërisht. Jemi në fazën e shqyrtimit gjyqësor. Dhe përsa ko jemi në fazën e shqyrtimit gjyqësor, do duhet të përfundoj shqyrtimi që të kesh gjithë tablon e qartë. Prokuroria sot që flasim, që të bëjë një shpjegim për dëgjuesit. Bëhet fjalë për një gjykim themeli. Që do të thotë prova diskutohen hap pas hap. Dhe jo çdo provë ose çdo seancë provon fajsin apo mos fajsin. Është në fund fare kur krijohet tabloja e gjitha provave, kur gjykata planon cilat janë provat që do të administrojë për efekt procesit, kur ti ke dëgjuar dhe provat që do paraqis mbrojtës, dhe mbrojtja ka drejt paraqis provat e saj, vetëm këtë moment mund krijohet një tablo e qartë lidhur me fajsin apo mos fajsin. Por e keni një tablo tani në ditën e dytë në gjyqi i dytë në themel për zotin Veliaj. Nga ato çfarë janë paraqitur në media, akuzat ndaj tij? Dgjoj, ajo që ti mund kuptosh është kush është logjika që ka ndërtuar prokuroria në hetimin e veprës penale dhe në atë që është paraqitja gjyqësore. Do të thotë kush është vija logjike me cilën prokuroria ka proceduar. Jemi ende herët për dëgjuar vijën logjike të mbrojtjes. Sot që flasim, ne dëgjojmë vetëm njërin nga 2 palët. Do në 2, 3, 4, 5 seancat e para do vazhdojmë të dëgjojmë vetëm prokurorinë që paraqet. Mbrojtja thotë që nuk ka asnjë provë konkrete, është gjithçka politike. Kjo është pjesë. Do të duke patur parasysh këto vijë logjike të mbrojtjes. Deklarative
paraprake. Mbrojtja ka të drejtën që përpos mbas të ketë dëgjuar dhe kundërshtoj gjithë provat e prokurorisë, të paraqit provat e veta, apo të japë argumentat e veta. Po ndërkohë, ajo që duket qartë është që prokuroria të paktën në raport me lobimin ka pas një informacion shumë të qartë dhe detajuar dhe ka bërë një hetim të mirë. Mbetet për të parë tash në lidhje me akuzat e tjera, sepse lobimi është vetëm një nga degët e pemës në cilën le të themi prokuroria ka shkuar në gjykatë. Degët e tjera duhet jenë të ndërlidhura me njëra tjetrën për të kuptuar pastaj nëse prokuroria ka hetuar çdo çështje veçmas dhe shkon me çdo akuzë veçmas, apo nëse këto akuza janë ndërlidhura. Ajo që bie në sy nga faza paraprake ku jemi sot është që në raport me lobimin ndërlidhet dhe çështja e zotit Shatku që ka lidhje pastaj edhe me gjithë veprimtarinë e zonjës Kryemadhi, me veprimtarinë e ndryshimit të akteve ligjore dhe nënligjore, që do të thotë pjesa e lobimit nuk është një pjesë e shkëputur veçantë në cilën prokuroria ka hetuar një veprim apo dy veprime, por është ndërlidhur me tërën. Dhe nga këtu ti kupton pastaj që prokuroria kur ka çuar çështjen për gjykim, i ka mbledhur gjitha bashkë sepse të gjitha veprimet për çdo vepër të ndryshme penale janë ndërlidhura në kuadër të një rrjete të tërë. Zoti Cakrani ka thënë që u zgjodh gjykimi i zakonshëm sepse beson në pafajësinë e klientit të tij. Gjykimi i zakonshëm dhe gjykimi i shkurtuar nuk kanë lidhje me fajësinë apo pafajësinë e klientit. Jo, duan një gjykim, një proces të plot me dëshmitar, janë mbi 100 dëshmitar në mos gaboj. Diferenca ndërmjet dy proceseve është në procesin e gjykimit shkurtuar, prova e merr cilësinë e saj që në momentin që procesi fillon. Në gjithë çka që ka mbledhur prokuroria konsiderohet provë, me përjashtim të rasteve që përjashtohen nga gjykata, prova që nuk pranohen. Gjatë gjykimit themelit, prova formsohet në gjykim, që do të thotë, gjitha provat paraqiten në gjykim, vlerësohen në gjykim, dëshmitarët vinë dhe japin dëshmi në gjykim dhe vazhdojnë procesi. Dhe kjo është një nga arsyet pse prokuroria dhe gjykatat në raport me masën e sigurimit të zotit Metas vendosin që ta mbanin në fuqi këtë masë. Pse? Sa kohë gjatë procesit do të ketë dëshmitar, to dëshmitar mund të cënohen përpara se të vinë dhe të dëshmojnë. Dhe vetëm kur procesi i dëshmimit, gjithë dëshmitarit të përfunduar, mund të themi që nuk mund të cënohet më çështja e sigurimit provës në gjykim. Sa kohë gjykimi i themelit ka një avantazh në raport me gjykimin e shkurtuar. Gjykimi i shkurtuar është eficient për çështje kohe, por gjykimi i themelit jep mundësi të debatosh. Thënë ti nuk debaton vetëm në rrafshin e provueshmërisë së totalit provave që ka paraqit prokuroria. Por ti debaton mbi çdo provë, mbi çdo dëshmitar, ti mund të drejtosh pyetje dëshmitarit, mund të kërkosh rithirrjen e dëshmitarit sa që ti zbulon që ka fakte të reja. Kjo procesi është më kompleks, po është më i mirë për të dy palët për të provuar edhe prokuroria fajësinë, por nga krau tjetër edhe pala mbrojtje pa fajësinë e klientit të saj. Mirë, ju falenderoj shumë zoti Kthupi për bisedën që zhvilluam bashkë.